po ndiqni një radiolinja, pra dëgjues të dashur, shikues të dashur, ja pra informatat edhe gjitha ato që i patëm deri tani. Edhe fillojmë emisionin me Musafir në studio, ku do të bisedojmë një temë interesante për shumë që kanë dëshirë, sidomos për mashkujt edhe po ndoshta edhe për femrat ka dalë më vonë, mirë po sido që të jetë do të kemi një temë shumë interesante që ka të bëjë me flok, me mjekër, me më me thonë masazh, më shumë sene të ndryshme këtu. E kena sonte Musafir Blerim Asane, pra i cili ka pas një dyqan e 2, e 3, e tash e ka një dyqan shumë të mirë të madh, ku e hapi dje faktikisht, u bo hapja Solemes bashku me Hondverks Buden, me Balkan Buden edhe më në fund Barber Buden. Do me thonë në 3 buda janë hap me një vend, jo mrena, po se cili ka lokalin e vet, edhe për ata që kanë qenë aty dje e kanë pa sa bukur është, ne do të emitojmë edhe disa fotografi nga lokali aty, por si do që tjetë së pari Mirë Rama dhe mirë se na erdhën në studio. Gjitha. Mirë Blerim. Po, Alosh, ne Blerimin njofmi qysh ma heret, po e njofmi edhe prindin e ti, Petritin, ai ma shumë ka forë për atë djallin tjetër që e ka se futbolist. Sigur, aja është, jo vetëm se dashamir e sportit, më nuk di mund që ta përshkruj. Dhe me thonë qa që donë sportin, jo që është edhe entuziast, po dhe me thonë nuk di, a ka diçka tjetër këtë botë që mund të dashëron ma tepër, ne përshëndesim Petritin që e kem pas disa herë në emisionet tona, e sidomos kur afrohen lojnat futbollit, ma madhështore, kështu që na ka dhënë shpjegime edhe analiza shumë të sakta të mira, që në realitet edhe ja ka qellu jo pak po shumë çdo sen që e kem ftu këtu, kur kem lip edhe prognoza me na bërë atë lojnave të futbollit, po son të alush futbollin për lojmana, se Blerimi ka qenë futbollist vet, po kur i ka një këti sportit tjetër, se edhe kjo janë profesional, edhe më profesionet janë sportet ndryshme. Kështu që prej një sporti, prej një fushë ko gjatë mirë të Norvegji që e lujnë futbolin, edhe shqiptarë tonë, edhe gjithë norvegjezët që janë, ka halue me një objekt, me një salon, a lushit atë dyqan, po salon, do i thonë dugoj, e kështu që unë e menoj që Blerimi e meriton për të aftuar sonte, se është djalë i ri, edhe me promovimet e tia që i ka bërë deri tani, me salonet e tia, po dyqanet e tia që i ka pasën, një Fredrikstate, një në Shetën, apo në Fetsën, ku ishte? Kemi pas në Fetsën, në lokali fundit o kanë në Fetsën Barbershop, kem hap ata para gati 2 vjetë janë botash që kem hap Fetsën Barbershopin, atë kem hap bashkë me Petritin, me babën, ka pas me shërë mirë, sukses se ka pas edhe mirë, tani u shpërngula në qytet tjetër, e kena shita në lokalin, e ka marrë tjetër kosh një punëtor, në fakt që e kem pas si punëtor. E tani në ardhe rasti me qelë Barber Buden, në gjithë me Hondverks Buden, që është diçka për mu këgja e madhe, edhe bashkëpunim me Armendin, me Armend Mejen që përshëndesim shumë, që ma ka dhonë grojnë, ka një mu pak sistema të mrena me hi në gjithë me Hondverks Buden. Shpresoj që këmë konë diçka shumë e mirë në tardhmen, për shqiptarët edhe për krejt që vinë, shamull vjen e bën një qethje, e hani burek, e peni qaj, kafe, blen, boj, që ki me ble për ndërtimtari, edhe vazhdojnë, edhe takon shumë shqiptarë, njerës që si ki taku më të ndësha. Po sidomos për ata që kanë jetën edhe punën dinamike që s'punimi më një tanat, që i ki gjitha gati me një vend, mirë të dha lukshi, do të ketë do shta dhe ushqime me kohë, ndërse e përmeni Balkan Buden, se si ta përsit përmenet Balkan Buden, në menoj me njerë të argeta, të ato ushqime që i keme agje, mishin, e freskë dhe gjithë shka, po për momentin, atë mundësi nuk e kemi, po e kemi mundësin e një, dhe më thonon, kondi, për disa ushqime të leta, prej automateve, pijeve, edhe bureku më mendoj që nuk do të mungon aty. E bureku është aty, dhe bile fort i mirë është, se që du të ongër pa onolja, veç burek. Kështu që dhe më thonë mundësin e kanë çdo shqiptar, ti ofrohet 2 lokaleve më të mëdha që i kemi tash për momentin këtu në Oslo, që t'jenë aty edhe për ble ngjyra, material ndërtimor e interior për brendësinë e shtëpive, po gjithashtu është mirë edhe për zbukurimin e vetë si person, se neve gjithmonë kur i him punës harrojmë edhe më rru, më rregullu, kështu që mundësit janë. Tash kërkojmë Alosh për Blerimit na shpjegon se përveç hekjeve të flogëve që e cekë edhe ti, çka përkërkohet, çka është rrisin këtë tregën e ju që jeni si mund të me frizer, berber, apo si dush llogaritë? Nëse tash ka ndryshu pak, përpara u kon një qethje shpejt, me përdor 10 minuta, 15 minuta me qeth një herë shkurt, po. Edhe me hec,
Amo tashmëshëria vjen pak më shumë për eksperiencë, me pas një relax që shtojna, më qetësu aty, më ullë në karrik, mi la flokt, mi ter flokt, me rregullu mjekrën, me rregullu flokt, trajtman fytyrës, ka shumë sene domethënë që klienti i dëshiron, edhe ka klient që dëshirojnë, që shëtse ka dhe marrët me kryu shpejt, domethënë që kam shumica shqiptare, e kem përngut pak, e dojnë me kryu shpejt, ama ka shumë klient që dojnë kvalitet, që shtojnë Norvegjaz, kanë qef. Ne pe shofim në hapsin prapa vit tani shumë të mirë, shumë të bukur, me shumë nga ato pajisje që i keni ju, për ato tretmanet që i kërkojnë klient, po gjithashtu edhe objekti qenë ka kogja i madh, nuk qenë ka një objekt më sigur se kem pak të në proslo me 6 metra katror. Një hapsin e mirë, po shifet edhe nga jashtë se ka të më thonën gogja dritaret noja që mund të shifsh edhe hapsirën e jashtit, plus ato orundi që i ke mrejna i ke gogja moderne. Besoj që mund të realizohen gogja mirë ata shqiptar që vinë drejt për punës, për me hongër burekon, nashte me morë bojnë apo ngjyrën apo diçka tjetër për nesër ku shkojnë punë, kështu që edhe qethjen mund ta kenë me gjithë ato relaksit që ta mund ta fitojnë prej lerimit edhe e vetë barberbudën. Po. Jo, është vërtet, lokali tash o dal për mendim tamin fantazi, e kem bë i farë grafiti që thirret, një zet aty me një farë shqiponje, barberbudën, ne kemi edhe hartën e madhe Shqipërisë etnike aty. Mos e harrojna detalet e vogla që janë, se jam ko gjatë dhetar vetë, du shifet, se e flet gjuhën shumë mirë shqip, pastaj edhe ke qenë pjesë e shumë i do ta tregosh vetë në realitet. Ne nuk do ta zbulojmë atë që e dim se kush është blerimi jashtë asaj në jetën private dhe në jetën si të hobit. Shumë faleminderit. Kemi aty 3 karrika, domethënë është mundësi për edhe 2 punëtor tjerë, po në vetë jam punëtor aty. Për fillim besoj që mjafton unë më kanë, dhe sa vjen klient njoftohen pak me lokalin, pak me mu si person, edhe çka shërbejmë na. Me kohën tani shpresojmë që edhe me marrë 2 punëtor tjerë, po pse edhe mos me qelë edhe 2 lokale tjera në rrethin të Oslos. Se është një koncept shumë të mirë që e kem bë, edhe është një koncept që asnjë barbershop se ka deri tani, as në Oslo, as në rrethin. Janë shumica që thotë një karriki pasqyrë edhe prej flokt. Amo e kemi bë pak më ndryshe, pak më interesant, shumica që janë ardhur deri tani që në një lokal janë me shokum, wow, shumë bukur. Kemi pas veç komente të bukura për lokal deri tani. Do me thonë, fala Lush. Jo, veç do isha me tregu që për shembull Avenue Barbershop, do me thonë kjo është diçka që është trend këto barberbudën, barbershop është trendi këto viteve të fundit, do me thonë që është e hapur në plot vende në të botës, kur e përkthen ato se kjo vjen prej diku 1600-të, se madje ka dalë lidhë deri në 1800-tën, faktikisht nuk ka lidhje të bëj as me flok as me kjo është 4 tenora, do me thonë tenor, ladle, bariton edhe bas, janë 4 njerëz që këndojnë a kapell, do me thonë pa muzikë, këta kanë këndu të Berberi në viteve 1800 edhe ajo konë, si s'kan pas kastofon ose CD me ngu muzik, tash ata kanë këndu edhe madje ka met ajo pjesa, kanë shku njerëz aty vetëm për ato, mi dëgju ata, edhe u met ajo barbershop, do me thonë, edhe për çato sot është ajo shumë me atë stilin mbranash që është për shembull me vizatime, me fotografia, me stilin e vet punëtorëve që janë aty të veshën, a din se nuk është si një frizer për shembull që është i thjesht që shkon i prej flokt edhe, po kjo është do me thonë barbershop, kjo përfshin flokt, mjekrën, pak masazh fytyrës, pak vetllave, e ka një farë procesi aty, edhe një farë muhabeti aty që bëhet, ne jesene që e përmend edhe më herët që me njerë në lokalin tjetër, shkon edhe ki edhe ushqim edhe ki besa edhe te pija me blete Balkan budën aty, se tash kemi 3 budën aty, 3 budë, përveç ngjyrave e pajisjeve për ndërtim të Ondres budën e kite, te Balkan budën e kite pijat ndryshme, është shumë mirë me vizitu sepse keni me po te pijat Kosovës, faktikisht janë ndryshme për shtëpi, për banjo, për salona, për çfarë dush, e sheh edhe vet. Edhe mandena vjen edhe i prem flokt ndërkohë, kalon ka dalë bukur, është plani do të thonë që mas disa muajve edhe një ushqimore Balkan budën, pra që të ketë edhe ushqim. Edhe kjo bota e koncepti kompletun
pastaj komplet çka është kërku deri tash e çka është të punu deri tash. Na trego kështu, qysh deri te kjo me tushi shumë mirë tha edhe ma herët futbolli pastaj u inspirove për barbershop. Në kom luajt futboll e moshës të vogël, pas pare kem luajt me Fortunën, jem kanë shumë shqiptarë, rinit, mbledhën me i vend që kem luajt bashk. Atë kohë se harroj kur, so kanë shumë interesant, më kanë norvegjik një ekip shqiptar me luajt kundër ekipit norvegjezve. Po, të rrit, që shtojnë ajo fjalla, të rrit të qëredit pak, dola pak për futbollit, edhe isha në shkollë, e pa ta marri masinë me vetit, babës bile pa ta marri në qantë, edhe kena pas me prej flok qellu, edhe një dy shok tjerë. Edhe i hinë në masinë flok, edhe që ashtu tani tani hajt për provoj njonit mja qëllë, pak ma ndryshe, dojlë mirë, hajt njonit, hajt edhe ma mirë, edhe tani u bonën e berbere shkollës. Ka daldole në garazh të shtëpia babs, e pa ta qit një karrike i pasqyre, edhe i qas sharkejt shoqnin aty, e pa ta nis njerë pa pare, tani 100 krona, tani 150 krona, edhe më ofru tani punë me punu The Barber House, në Jesajm, punova aty 3 vite, pas asaj tani vendosa me hap lokalin Fetsën. Hapem lokalin Fetsën, kom punu tani, nejse kom bashkëpunu me GNK Barbershop një Jesajm Store Center, u kom një bashkëpunim i mirë. E tani ofru shansa për me hap barber bodën, kur më ofru shansa për Armend Mejes, që është një njerë që së zbë ma rukur, që ka bo për shqiptarë. Norvegji, veç me këta që ka bo tash vrejt, dhe më thonë, inteligenca ti edhe mundimi ti për me bashku shqiptarët me i ven. Nuk mujta as me thonë jo, dhe më thonë nuk e kom menu 2 herë, veç kom thonë po, jam i gatshëm, hajtë të hapim, edhe e kem hap barber bodën. Shumica mëshërive që i kam ma hershëm vinë, edhe jam gatshëm për marë barber bodën, edhe i mirëpresim edhe mëshërit të ri që janë, dhe më thonë. Sa i përket është në aspektin teknik, lokalin vetëm se ne edhim është në Okern, adresa? Karnvajen, 115. Dhe më thonë te ndërtesa e Volvos, nga mrapa. Bravo, është në gjithë me Håndverks punë. Po, tash, sa i përket se kjo është, dhe më thonë, informat për djonët, edhe çka të bojmë veç për budën po flasim Po, budë. Sa i përket tash me ju këthi pak e barbershop, mi thonë kësaj tonë, nëse unë këtë fjallën barbershop, e ka menu se me kohën tash, jo veç qethje, 2 minuta ikje, po tash me pas mundësi edhe me ble diçka prej atin e produkteve, që i keni ju damalitet edhe për me atje ftyre, floksh, apo diçka tjetër, a keni fillu edhe me këtë edhe cilat mund tem produkte i përdojnë, do një brand? Kemi shumë produkte prej firmës Nishman, është një firmë që është kohë gjanë trend të shumë berbera, si në Kosovë, Maqedoni, Shqipni, në Evropë, Norvegji përdoret shumë. Nishmani është, në fakt, një shok jam e ka Nishmanin, ka produkte loj, po sa një ma interesant atë është që janë produkte që na përshtatet neve shqiptarëve. So në vetë shamull kom pas problem shumë me gjithë një gel ose një voks për flokët mija që mu kam përshtat, po këta janë prodhim prej Turkije, edhe janë edhe korët për matë mëlajt në Amerikë, në më thonë edhe në Amerikë ka shku kjo brand. Kem produkte edhe për mjekar, ka shampo, balsam, olje, kem shumë produkte tjera që janë shumë mira. Dhe më thonë, eksperiencen e fitove se filloj me nga tregu që ishke qenë si në zanë si shkollës, duke qenë flok për vetin, njerë tuat me qokut e pastaj garajën e prindve, e tash, dhe më thonë, me dyqanin tuaj që e keni. Po sa e përket konkurencës, ju e dini që kemi tash konkurencë, si do mos në këtë lami kemi edhe shqiptarë shumë, neve nuk jam mohojmë, besoj që as blerimi nuk jam onë kërkujt, që e ka këtë, ndoshta këtë profesion, ma herët se blerimi, por ja që edhe blerimi të regoj vetë se gati ju të posë kanë modo vite. Jëmë bo, tash 7 vite 7 vite dhe mon eksperiencë. Edhe njëherë pra duke mos jam mohur asë një për shqiptarëve, po pyetja është direkte për juve, si do të përballoni konkurencën, sepse këtu në e di që të çdo klient apo në realitet të çdo sallon që ka në për Oslo këtu, gjithmonë është një apo 2 i ulë apo si një duke prit. Unë du me po mas pare se ka shumë shqiptarë në rrëthin me neve që kanë frizer salona, barbershops. Kemi grajshën mentorin edhe janë konë që janë aty në me joroj sukses edhe shpesojme po edhe ma mirë sone edhe si one.
Për dyqane tjera që janë domethënë që nuk janë shqiptarë, kam qenë me pa veten edhe 100 herë më mirë se ta. Bravo. A për shqiptarët domethënë që janë i uroj sukses edhe do me pa veten njëjtë sikur ta. A kanë ata mëshëri gëzona shumë edhe për vete me pas gëzona shumë. E tash kjo është ajo e mira që e nisi me tushi shumë mirë edhe tash për tash e dim që janë 3. Për Oslo po folim se e dim që ka në Mose, ka në vende tjera dhe tash për tash këta ju 3 që jeni, që është mira e mirës, se faktikisht ju e keni drop-in, që vjen që aty me njerë për që aty, për e të pak i prej në flokët mirë, po ka da mësim koha, kur e bënd vetën, atëherë s'mundet me pas drop-in, sepse është problemi që dush me porosit kohë, se është shumë kesh për ati tjetëre që u ardhë e ka porosit kohën, e me ardhë ti që tash me janë zonë karigën, na du të me kuptu ato njëri tjetërin, e është mirë për shembull me pas atë epin aty, një ep të përbashkët ju 3, për shembull nëse unë e porositi kohën të ti, në qatë kohën nuk ka, edhe më del për shembull që ka te këta kolegët e tu për shembull, edhe në shkoj te njëri për atëmve. Atin kjo është ajo e mira që mundet me ndohet për shembull ka dale që të bashkëpunojmë. Kjo është më mirë është me bashkëpunu e më bëhet fortë, se mos me bashkëpunu edhe nëse se për veti, njoni kalon mirë, po nuk mund të tretë me kalon mirë për njerë. Tash është, mbasi po dojnë atë shqiptarit e shqiptari, pse mos me bo një jep për shembull që e bukirat, është te Barber Budën s'ka vend, ka me sigurin ashtë te Django ose te Grajca Barber atë qështirin ato, e tash me një herë lidhët aje tjetra edhe shkon e prind. Se zakonisht na nuk po dëna me maru frizura, na po dëna pak me prej flokët, mi regullu, pak mi shkurtu, mi ndreq, pak mi ekrën, pak gjell. Pak gjuhën tonë me folë. Qashtë, dhe më thonë se na gjithmonë kem shfridzu lokale, sidomos ne që i ke marrë pak ma vonë blerim për vendlinjës, ne për me morë informatat e ditës, gjithmonë kem shku të një berberi lokale dhe të frizeri, edhe me ka dhonë informatat, më thonë se edhe ka morë informatat për ma herët që ka pas klient, edhe pastaj na i kem dhonë diçka, e ne ka dhonë neve nga ato tjerë që i ka morë, kështu që e ke bo një biset mirë, i ke ik flokët edhe ke ik për shpis. Po, tash, prapi këthej, me të o keni vajnë aty ku jeni, dhe më thonën, keni vend parkim, sa ora dhe hapni dyqanin, sa kohë kemi blerimin në dyqan aty që i prit klientë edhe i regulon? Në dyqanin e hapim, në tanën dhe në premtën e kemi nga ora 9 dhe në orën 6, edhe në shunën e kemi nga ora 10 dhe në 4. Parking është gratis, dhe më thonë, parking falas, për këtë mëshërit edhe në Håndverksboden edhe në Barber Budën, është parking i madh, ka shumë vene për parking aty. Edhe është edhe plani internë ko gjasi shpejt për me bo edhe elbil në lader, do më thonë për me mush kjerën me rrym, ki shansë aty se kemi me qitë stacionet për me mush. Që sa mirë, do me thonë, përveç se që s'ki nevojë me pagu parking, ki gratis, edhe mund edhe me mush kjerë nëse ki me rrym, ajo është super, diçka deluxe. E kjo është ajo më starojmë pra te Hasle, për ata që se din pjesën e Oslos, nëse lyp Hasle, në Hasle e keni është ndërtesa Volvo se madhe, edhe pastaj për fundi që asoj ndërtesës i gjenë këtë budat aty, edhe barbershop Budën, edhe Balkan Budën, edhe Håndverksboden, të trijat, me siguri vjene në bud tjetër tash, po presën ka dojnë. Ne valush edhe pse kemi ndoshta nevojë të bëjmë marketing dikuj tjetër, po aty është edhe një fitness, që ata mund bëjnë palestër, e ndoshta kemi edhe shqiptarë që shkojnë bëjnë palestër, por në këtë ditë që katin mbi, është Håndverksboden, është Barber Budën, kështu që një mundësi e mirë për ata që për në ndjekin sonte, që kanë nështru deri dje dhe nuk kanë ditë që mbi ta është kap një lokal kogja i madh, edhe mund bëndë është ta me kohën qendër për shqiptarë, sepse ka mundësi, ka hapësina shumë të noja në atë objekt, është zonë industriale, e dyta mirë tha Lushet, se atë Hasle se sa i përket me të banë, me ardhen, me Hasle, të banën e kje shumë ofra, aty vetëm se rrugën keme kalu edhe me dalë drejt të lokali ku është vetë blerimi aty. Blerim se i përket edhe organizime tjera, dhe më thonë, ne fillum pak me babin tanë për punën e futbollit, neve ke morë gjithmonë si një lloj analisti sportiv, këtu me nga tregu se nga ndryshme, ka qenë pjesë e organizimeve, dhe më thonë, edhe me familje, ndryshme, dhe më thonë, si kanë bas një orive që i ka aj, për me dërgue në komptare tona, si në Kosovë edhe në Shqipëri, por ti e keni organizim pak më ndryshe, kur bon këto lojna tona, banë merë huazon lokalet moja, banë organizime me flamoj, me muzikë shqip, në për lokale, ko gjatë moja, ko gjatë kështu të më thonë që janë bare sportive për vetë norvegjezët, por aty që buqet ka nga Shqipe. Kemi pas ndeshën, dy ndeshën më të rëndësishme për shqiptarët,
Shqipni, Serbi, Serbi, Shqipni. Nuk u kanë e mundur për më shumë e këshyr ndeshën atje, por shumë neve tifozëve që jemi pak më të flak na kanë përjashtu edhe Federata Shqipnisë për ndeshjes, nuk e kem pas të mundur më shku. Tani mendova pse me këshyr vetë në televizor në shtëpi. Pse mos mi mbledh këtë shqiptar me i vend. Jo patëm mbledh dhe lojën e parë jemi kanë prafërsisht 200 shqiptar në Stay Salzburg, u kanë atmosferë shumë e mirë, kemi pas të parë në muzikë, plus se kem kallë fishek zjarë, u kanë shumë eksperiencë e mirë. Tani loja dytë kur ke, u kanë edhe më e flakt. Aty u kanë 1-0 fitoria që ke golli prej Rejmanaj, aty Salzburg u bë krejt kuqëzë. Mos harrojmë pra masinet e futbollit, tash se na nëse vini kur vini te Barbar Buden dhe e shihni aty jon 2 fanela, ajon? Kemi fanelën e Arber Hoxhës, originalin po, prej Stogut, originalin lujt kundër Çekisë në 2024-ën. Po ashtu edhe tani kemi qitë majicën e Yldrenit, Yldren Ibrahimaj, i Lillestrøm që lunë, përshëndesim shumë, edhe ata e kem qitë atë. Do me thonë, Ylli është tash lunë. Po, lunë për Lillestrøm. Për Lillestrøm, po, ashtu. Po, Blerim, po në qovë se nuk do t'ishe morë me këtë biznes, do t'kishe menut, po është në shkosh në rrugtimin e babit, dhe në analist sportiva, po, na ju hec menaxheri do një klubit futbollit to. Apo Federatës futbollit Norvegjia, po në Kosovë se në realitet unë tash të njerë je shumë prej atyrëve të rive to se kështë thonë fëmijëve se ju e të rinë atë sigurin në moshën e djallit tem, po dash atë tem ju që i keni morë në realitet më shumë kapital prej prindve për të dash atë dhejun, për të dash vendinën tonë sidomos Kosovën, po edhe Shqipërinë, pse jo, sepse neve kemi gjitha dhejnë, për këtu nuk mund të dhejmë asnjënën, edhe pse unë jam nga Maqedonia, po nuk e di vetën se mund të thom doni vetë të ta pështoj vetëm me flamurin e ty, ne duhet pas flamurin tonë më të mirë që kemi në botë. Po a mendon që do të kishe bë diçka tjetër nëse e shef që ky biznes nuk po shkon edhe shqiptarë s'po doin me bashku, sikur që thaj ke bashku 200 shqiptar me këto lojë në futbollit. Unë jam 100% tash i fokusuar në Barber Buden që kemi hap. Është domethënë 100% dojna me arrit aty, me mbledh këtë shqiptar që vinë me bajt qethje të mirë. Së shoh vetëm diçka tjetër përveç berberet. Po. Është diçka që e kam pasion në du si punë. Si janë do puna me na të ulëm për shkakun në kontor. Po. Se unë për vetes kisha shumë kurr. Kemi disa berbera në Kosovë dhe Maqedoni që dalin edhe me kera mobil nga një herë, dalin bojnë disa eksperimente në televizion e bojnë show. Ata merr menja që do edhe me ty dhe një herë. Si di, po për fillim e kemi apet fokusin tek lokale, aty do më thonë jemi 100%, jena ka munojmë me bo matë mirën, vetëm tash për përjesim me shërit më ardhë, që do det ka pas me shërit mirë, kem pas klient që janë konë shumë të knaqshëm me qethja, me lokal, me servis, me të natë, aty është fokusi jam për momentin. Po me siguri se edhe në rrjetet sociale mundin me gjetë aty Balkan Buden, dashka me thonë se krejta Buden mu kanë bu. Barber Buden është në Instagram, po, në kemi Facebook. edhe në Instagram, TikTok, Facebook, Google, nëse lyp Barber Buden, del Google, faqja aty, direkt me adresë, me numër telefoni, ku mundesh më kontaktu mu direkt për termin. Kemi mundësi edhe për termin, edhe për drop-in, që është thënë. Super, do me thonë kjo është ajo. Adresa është Ekenben 115, te Hashtle, te bani Hashtle, ose autobusat numër 30, as ditë si dhe kje qojnë deri aty plot autobusa faktikisht, edhe është shumë let me gjetë. Është në qendër, ka dalë, parkingi falas, ki te lokali afër që është në gjetë aty edhe byrek, edhe ushqim, edhe ngjyra me ble, tepia me ble. Është mirë me ardhë me pa pak ma ndryshe se një barbershop që e keni pa deri sot, është pak ma tjetër stil, do me thonë, është sidomos për të rinin, e ka një farë knatësi, e ka mrana, ki krejt kuqezirë, me thonë, me harta, me shqiponja, me fanela, futbollit e kështu me radhë. Mirë po ka dhe produktet mira për ata që kanë dëshirë për si zhele dhe ato që janë kremat ndryshme
Krema që janë ftyrëse, flokëve, të mjekrave, besaj krahna për mjekra e kështu me radhë. Kjo është ajo që A nuk që thamë një të bim, ishim festivalin e shqiptar Albanajs, aty ku ishim, tha, edhe burra tha shmikohen. E kështu që ka i përmeni gjithë këto elemente, tash elementet. Po që ato thashun që pyetëshin ku është ajo këngëtarja, thash shmikohet. E kështu që ndoshta si do t'ja ofron blerimi, pse jo, sepse tash gjithë ajo ndulim që do të bëhet aty rregullim, mund të kërkohet ajo, po nuk është edhe more. Tash masi është bën shumë aktuale, gjitha këto sallonet, ofrohet ajo mundësi. Po, Blerim, Alushet se këtë për trit, çfarë këshilla kishe pas për trit që në realitet nuk dojnë të vazhdojnë shkollën, nuk dojnë të bëjnë diçka për me shku drejt rrugës nave që jam më e keqja për këtë rinin tonë këtu në regji që s'kemi qepi pa aty. A i këshillon me hi biznesit me rreziku pak, mënën apo çfarë ta merr me jam për këto trit tanë, se ti jende njeri, nas mund tash më herët, i din shumicën e trive se me çka mirën, çka bojnë, çfarë këshilla kishe pas, çfarë apeli kishe bë për ta? Ja, për renin shqiptarë në Norvegji, shumë e lehtë, duhet më konë bashkum, mos me pas probleme me njëri tjetrin, kjo është më e rëndësishmja, sa përket punës, profesionit, që shëteket e le shkollën, unë edhe i mirëpres, s'kosh do me marë zanat, i mirëpresim edhe në lokal të na, me marë zanat, se ma përpara mësoj i shqiptar tonin, zanat se me marë naj punëtor, do me thonë, i huji apo ndonjë gjë tjetër, kështu që bile kom pas edhe në Fetsun, dy djemtër i shqiptarë që kom thonë zanat, njoni për tyre e ka vazhdu punën si berber, ai tjetëri nuk i pëlqej shumë puna berbere të tërhek, po kemi edhe mundësi me mirëprit, si do me thonë shqiptarë, sa ta si në shpitrat jo në të kërvin. Që ajo është e mirë, që sa mirë, dhe më thonë u qelë edhe një vend i ushtrimit ose zanatit ose faglit që thojnë ta norvegjest, është knaqësi nëse dikush ka dëshirë për shembull ose fëmia jut ka dëshirë me marrë zanat ose me provu, atëherë pse mos me ardhe deri te Blerimi me bisedu pak edhe pastaj ndoshta edhe hapët një punë ose një diçka që se ka dita që e ka atë talent për shembull. Shumë mirë, është knaqësi edhe falenderojm faktikisht që po hapet edhe një vend për njerëz që kanë dëshirë me mu bë barbershop ose frizer ose çajo që i takon. Atëherë ne u afrum ka dole edhe ka fundi intervistës Blerim tregona edhe njerë pra adresën që tash djeu qelë, me thonë kjo është shumë eri, dhe ne do t'i postojmë prapë disa fotografia edhe modelet si duket dyqani. Adresa është Kanvajen 115, dyqani thirrët Barber Boden, hapjen e kemi për orës 9 deri në orën 6 pe tanës dhe mpremten, shtunën e kemi për orës 10 dhe 4, i përpresim të gjithë. Mundësi, për gjitha moshat mund me ardhë të ju. Se përmenëm në realitet gjinim femrore, po besoj që nuk e ke atë. Jo, atë barber shop, vetëm për me Pratë vetëm se tash të kry poshta dhe dy karikat ekstra aty, mund tash menova që mund tjetë edhe pjesë pops, tash unë tash edhe njerë, tash mundësi t'i kanë për momentin, si barbershop që është, për burrat, për fëmit, besoj që atë moshës të re që mund t'i morin fëmit e tyre me veti print, edhe t'ja regulojnë flok, apo t'ja qetin flok fëmijëve tek Blerimi, kështu që ne mendojmë që është një mundësi e mirë edhe për Blerimin se ka hyme një biznes të ri për një herë, me një lokal të ri, për një herë me Håndverksboden, që është kogja e re për neve shqiptarëve në regji, po edhe pjesëmarrja e shumë shqiptarëve, shumë, domethënë prej atyre që i kemi të cila rangëve të ndryshme, domethënë prej politikanëve, adhetarëve, krijuesve, profesionistëve në lëmit e tyre, domethënë në zejet e tyre që i kanë ndërtimtari, kështu që e kemi edhe zejën tjetër pra profesionale të Blerimit për t'i qetë rregullu flokt, kështu që mundësit e keni, mos e harroni edhe një herë adresën e Håndverksboden bashkë me Barber Boden në Okervaj 115. Faleminderit shumë, ne të urojmë suksese në gjitha punët që e kinis, edhe ka dale Miqeli dhe 3, 4, 5. Ne do të jemi gjithmonë këtu edhe të promovojmë edhe ka një herë të rikujtojmë njerëzit që e kena një asë 2, 3, kështu me radhë, që mundëm ju vizitu gjithve, pra ka dale për që ato edhe jemi. Suksese Blerim edhe ju prift e mara. Shumë faleminderit edhe ju.
Suksese dhe nga ana ime, pritje dhe pashi shumë mushteri atje, apo mund të klient që t'i keni gjithmonë. Jo vetëm se një herë me arë me provu dhe me lanë pastaj. Faleminderit shumë. Bum 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 bum. Dielli më buzëqesh